Është organizuar për herë të dytë në Bibliotekën Marin Barleti në Shkodër Festivali i Letërsisë Zana, një festival që ka bërë bashkë shkrimtar nga Mitrovica dhe jo vetëm. Letja Dushi, drejtore e Bibliotekës Marin Barleti, tregon se e veçanta këtij takimi është bashkëpunimi i ngritur mes artistëve. Organizohet Mitrovic, është për herë të dytë Festivali Zana zgjell Shkodrën me zhvillu një prej performancave të parashikume prej tij. Pjesa më e rëndësishme është që me qenë se zhvillohet Mitrovic për fat mirë nuk ka kufim brenda këtij festivali, pra janë pjesëmarrëse poete të Mitrovicës dhe poete serbe, e ku ka ambient më të mirë se sa Biblioteka Marin Barleti, e cila është gjithnjë e hapur për me mirëprit aktivitete të këtij lloji, për më tepër se arti, letërsia, veçanërisht poezia, nuk njeh asnjë lloj kufinit. Ndërkohë organizatorët të vlerësojnë bashkëpunimin dhe prurjet artistike. For people në art, do me thonë nuk ka bariera, edhe këtu në prezencën tonë nuk ka asnjë lloj bariere përpos kreativitetit dhe artit. Në pjesëmarrjen e festivalit tonë dhe aktiviteteve tona ka shqiptar, serb, turq, bosnjak, gjitha komunitetet që jetojnë në Kosovë, por jo vetëm, ka gjerman, amerikan, grek dhe të tjerë që kanë aplikuar dhe kanë marrë pjesë në këtë festival, për shkak se arti është universal. Duke pasur parasysh që për 5 vite me radhë, Festivali i Letërsisë Zana çdo herë sjell artist jo vetëm nga rajoni po dhe bota. Kemi parë që kemi bërë një thyrje ose një hapje nga në kulturën dhe artin në gjithë rajonin dhe si tillë po arrim të ndajmë, të krijojmë ato lidhjet përmes letërsisë, saqë po ndërtojmë ura të cilat i duan Mitrovicës, edhe në këtë rast fuqia e artit po besoj që vit pas viti vetëm po sjell freski dhe relaksim për shoqërinë atje dhe për të gjithë qytetin. Ky festival sjell zëra të veçantë të fuqishëm nga skena letrare bashkëkohore. Në këtë promovim të veçantë ishin të pranishëm poet lokal nga grupi i shkrimit Kreativ ZA, si dhe fituesit e edicionit të 5 të festivalit.